Në një shenjë që mund të simbolizojë zhvillimet pafavorshme në Ballkan, giganti mediatik botror BBC do të rifillojë transmetimet në serbisht online. Vetëm 6 vjet pas mbylljes së transmetimeve radiofonike nga Londra të disa gjuhëve, përfshi dhe seksionin shqiptar të kësaj medie, BBC njoftoi rifillimin e shërbimit informativ online në serbisht. Drejtoresha e shërbimit botror të BBC-s, Francesca Answorth, tha se jam e kënaqur që jemi në gjendje të përçojmë gazetarinë tonë të pavarur dhe të paanshme tek sa më shumë njerëz në mbar botën. Nga kjo do të përfitojë dhe shërbimi ynë i lajmeve në Britani, duke na ofruar më shumë kapacitete për të raportuar lajme nga Ballkani dhe Evropa lindore, tha ajo. BBC filloi për herë të parë transmetimet nga Londra në serbo-kroatisht në vitin 1939, që në atë botë quhej Shërbimi Jugosllav i BBC-s. Kjo redaksi u mbyll në vitin 2011 bashkë me BBC në Shqip dhe disa gjuhë të tjera nga Europa lindore, pas një vendimi të konsultuar bashkë me Foreign Office-in, i cili edhe financon shërbimin botror të BBC-s. Nëse rihapen transmetimet në gjuhë të caktuara si në këtë rast në serbisht, presupozohet se rajoni konsiderohet problematik. Ka një shqetësim kohët e fundit në perëndim për ndikimin mediatik dhe jo vetëm rus në Ballkan. Ndërkohë, burimet diplomatike britanike e patën paralajmëruar Top Channel muaj më parë për një zhvillim të tillë dhe ndoshta mund mos jetë larg dita që një gjë e tillë të ndodhë dhe me BBC në Shqip, i mbyllur para 6 vjetësh bashkë me BBC në serbisht. Arben Manaj, Top Channel, Londër.